regjimi funksionon në një infrastrukturë piramidale. Pra kemi në qendër në krye të piramidës kemi Ayatollah Ali Khamenei, poshtë fuqisë liderit suprem vinë garda revolucionare dhe ushtria, që në këtë rast garda revolucionare është më e përgatitur dhe më mirë armatosur se sa ushtria e shtetit iranian, pra ka një varësi ushtria iraniane karshi gardës revolucionare që kontrollohet direkt nga lideri suprem. Pas gardës revolucionare dhe ushtrisë vinë presidenti, në këtë rast Mesut Pezeshkian. Më pas vinë edhe institucionet e tjera, si që janë ministrit dhe gjykatat. Pra, që të rëzosh këtë regjim, i cili vetëm paramilitar ka rreth 2 milion të armatosur, po flasim, është e pamundur me protesta minore në raport me popullsinë. Sepse protestat maksimale mund të shkojnë 50.000 apo 60.000 njerëz, ndërsa protestat proqeveritare që mbajtën para 2 ditësh në sheshet e Teheranit ishin rreth 2 apo 3 milion qytetar pro regjimit Ayatollahve. A është regjim patjetër, nuk ka diskutim që është regjim, por që kjo tentativa tashmë e përmbysjes regjimeve apo qeverive mandhunës si çpam në Venezuelë, patjetër që sjell rrënimin e rendit dhe ligjit ndërkombëtar. Kjo duhet thonë, pastaj a jemi të pozicionuar ne si kom pro kujt apo kundër. Se më ngacmoj pak Goxhaj me atë që tha. Pra nëse kjo propaganda, po themi, është ashtu siç thot Goxhaj, pra që po zhvillohet nga Mekbu, e cila ndodhet këtu në Shqipëri, në Manës. Pra janë ata që bëjnë të shpërndarjen. Sa rrezik është për ne shqiptarët kjo situatë? Rreziku faktikisht është eminent. Rreziku, por që se ne i strehojmë këtu pra. Tashmë është krijuar një perceptim i gabuar, sepse ato nuk janë mujahidin, ato janë majtis, domethënë ato nuk bëjnë xhihad për atë çka bëhet xhihad, por bëjnë xhihad për Marxin, Engelsin dhe Leninin, kupton? Nuk është se kanë lidhje shumë fetare me islamin apo me traditën shiite që promovon edhe në Iran. Në këto kontekst duhet patur parasysh që nuk jemi në kushtet e Sirisë, sepse Siria dhe regjimi Bashar al-Assadit ishte një minorancë e cila sundonte një shumicë, ishte një minorancë alevite shiite, që sundonte një shumicë sunite prej 80%. Dhe sigurisht që nuk mund të flasim për të një të ndhunë, që të jemi korrekt. Regjimi Assadit ka qenë një ndër regjimet më barbare që mund të ketë njohur historia moderne botërore. Nuk ka diskutim që më shumë. Pam burgun e Sidnajës ishte rreth 60 apo 70 metra në tokë dhe kishte njerëz që ishin burgosur për 30 vite. Gjithë këto shifrat që ne dëgjojmë, që s'janë të qarta se as vetë Donald Trump nuk e kishte të qartë se sa janë të vdekurit atje. Jo, faktikisht ka dhe senatorë si Ted Cruz që nuk e kanë të qartë se sa kilometra katror është Irani. Mirë, tjetër historia jo, se sa kilometra katror. Dakor. Ajo po, ishte e bukur ajo në intervistën e famshme. Jo, dakor, po, sa janë të vrarët, pra, flitet për shifra të frikshme, 15.000, 30.000... Shifet, do në thënë, ajo do shifet më pas, por që nuk ka një lidhje interneti apo... Izraeli duke bombarduar për ditë. Live. Me gjithë fuqinë e vetë ushtarake, me ndihmën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Me bomba, ju deshen 6 muaj që të bënde 30.000 vrarë në Gaza. Dhe Khamenei nuk i bën dot për 2 javë. Kurse këtu tash një fishek 30.000 për 10 ditë. Gjithsesi, edhe sikur 1.000 tjenë, prap shumë janë nëse vriten protestues. Patjetër, por nuk e dim nëse ka ndërluftime midis protestuesve që mund të jenë pjesë e JPG-s Sirisë, që është organizatë terroriste kurde. Kemi PKK-n që është e përfshirë që realisht Irani e ka financuar për PKK-n. Dhe zakonisht çfarë do bësh ndet do ta gjesh në krip dhe tashmë PKK-ja u ka hedhur nga Iraku që operon, u ka hedhur në kufijtë e Iranit dhe tashmë ka një far konflikti të ndezur që mbase do shërbesi casus belli që edhe presidenti Trump të ketë një çengel kutvarje dhe arsyen pse mund goditet Irani, por sigurisht që qofse goditja do të jetë totalisht amortizuese për regjimi. Do ta diskutojmë si mund të jetë goditja, pra nëse SBA vendos të godasë Iranin, që nuk e besoj të jetë aq e fortë, por që si mund ta bëj. Tashmë kanë filluar dhe lëvizjet nga baza Ain el Asad në Irak, baza amerikane, dhe në Al Udeid kanë filluar të boshatisen të dy baza, qof Katar, qof Irak. Çfarë do të thotë kjo, Marlind? Pra do të thotë që do sulmohet. Do sulmohet, pra kështu ka ndodhur më përpara, që kur fillojnë boshatisen këto baza, përshkallëzohet gjuha, fillojnë veprimet në terren dhe më pas goditet.
Pra është e sigurt që SBA do ta godasë Iranin. Me këto lëvizje që po shoh. Duket e sigurt, do thotë që edhe ajo pjesa e atij uraniumit pasuruar prej 460 kg nuk është kryer. Ato goditjet që u bën Fordo dhe Natanz. Ato goditjet që i kemi diskutuar. Do thotë që kemi qenë bashkë dhe kemi shprehur që nuk ka patur aq impakt të madh sa për të shkatruar atë uranium e pasuruar dhe sigurisht që kërkon një round tjetër, mbase ka dhe një shtysë edhe nga Benjamin Netanyahu që e konsideron Iranin si një rrezik eminent për ekzistencën e shtetit Izraelit. Okej, Zekthi? Shiko,